Hashimin e njështë shumica, po Kadrin njështë shumë a pak. Kështu që ku i thesha thënë ndoshe Hashim Thaçi, ndoshe Kadri Veselë, zhëmëroj që to pedi, po që për tjetëri kush është. A është një lulli, një djali i mirë, një lulli, është një djali i mirë, një lulli, kështu që faktikisht unë kom pas fatin me njoft edhe para luftë, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, edhe që shumë takime në luftë, cilat kemi ullë, kemi bisedu, janë ndikës shpesherë, dhe është kam pretendime tjera. Po ata dy shëqyre zot janë gjallë dëtë, edhe pse janë hatë, këtë nga punë e mborë pa drejtësisht. Ata janë alfa dhe omega të shtrisë shqiptarët Kosovës. Lidhja që e ka me ish presidentin Hashim Thaçi është e veçantë. E madje kur përmendet emri i tij emocionohet mjaft shumë. Është ky Arif Aliu nga fshati Likoci, i cili tregon për vitet që ka kaluar me shokun e tij të luftës, derisa ish krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës gjenden të paraburgosur në Hag. Ai shprehet se po mbahen atje pa drejtësisht dhe se UÇK-ja gjatë luftës nuk ka bërë krime. Faktikisht, unë Hashimin e kam shok gjeneratës. Jemi shok për shkollës mesme. Po, edhe në luftë, edhe para luftë, edhe mas luftë. Po, Hashimi ka qenë gjithmonë si Hashimi. I butë, i qetë, i vendast, trim. Edhe si kanë pa këmë kërë. Për ata e kolle edhe luftën gjarni. Hashimi ka punu shumë. Unë ju kom thonë shumë shokëve tjere dhe këtyne matri dhe atyne tjeve gjatë luftës edhe pas luftës edhe ndoshit thëni Hashim Thaçi, ndoshit thëni Kadri Veseli, këto janë dy figura cilët janë shumë batë cilin dhe një përmene kur gjë nuk prishni. Hashimin e njështë shumica, po Kadri njështë shumë a pak. Kështu që ku i thesha thëni ndoshit Hashim Thaçi, ndoshit Kadri Veseli, zhëmëroj që to pedi, po që për tjetëri kush është. A është një lulli, një djali i mirë, një lulli, është një djali i mirë, një lulli, kështu që faktikisht unë kom pas fatin me njoft edhe para luftë, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, edhe që shumë takime në luftë, cilat kemi ullë, kemi bisedu, janë ndikës shpesherë, dhe është kam pretendime tjera. Po ata dy shëqyre zot janë gjallë dëtë, edhe pse janë hatë, këtë nga punë e mborë pa drejtësisht. Ata janë alfa dhe omega të shtrisë shqiptarët Kosovës. Nëse shtria shqiptare Kosovës ka pas numra, që shumica e njën për 10 shteknej, 10 që ka qenë Recep Selimi, 11 që ka qenë Sokol Bashuta. Njërë konë do numra që ti ka posi, nuk. Po nëse o konë nishi, dyshi, treshi, deta, dheshi, sinqerisht ju thamë që nishi, dyshi ka qenë Hashimi dhe Kadria. Këta njerëz janë gjeneza ushtrisë shqiptare Kosovës. Edhe pse ata nuk kanë rejnë gjas kur për këtë punë, as nuk rejnë halasa gjas për këtë punë, po shkumi atyre atje dijen. Pse ata atje? Nuk e di. O bon me padrejtësi shumë e madhe. Hashimi me aktivitetin e tij para luftës, gjatë luftës, edhe pas luftës, ka bo një punë ashtë madhe sa që shumë pak njerëz e kanë ditë. Unë shpresoj shumë që do të thejë një ditë në faqe e bardhë, nuk e di, dashta me politikë së berën korma. Unë e di se ata që ndrojnë ma shumë se na këtu. Ata janë ma të fortë se na. Edhe atje ku janë. Mu vje keq për shkak kur përdori besede me ta ligna. Unë jam i bindur që ata janë ma të fortë se na këtu. Po unë që kam njohur Hashimin edhe që di punën e Hashimit, që ka bo dhe që ka vepru. Prej periudhës 87. Aktivitetin e tij e di krejt që ka bo, krejt ka qenë, krejt që ka u mokë, që ka bo. Qka mi e thonë atyne? Qka t'ju thejmë është pak. Unë e di që ata dhe ato ku janë kam mbrojtë ushtrisë shqiptare të Kosovës me mishë me shpirt.
ata kanë me qitë në dritë ato pretendimet të ndërkombëtarëve të tjerëve që ushtria shqiptare e Kosovës është kriminale. Ata janë dy njerëz cilët e kanë themelu, e kanë udhëheq, e kanë ngrit ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pas shumë viteve që ka qeverisur Thaçi si kryeministër e më pas edhe si president, Arifi e cilëson atë si një njeri mjaft punëtor. E më pas vazhdon të flet edhe për kryeministrin Albin Kurti, për të cilin thotë se është katastrofa e Kosovës. Këshill jo, po unë i kisha përshëndet nga zemra shumë. Qëndrojnë të fort ashtu se e diun që kanë me qëndru. Ne shokët e tyre jemi shumë pikëllum, jemi shumë të mërzitëm. Do ke pas parasysh se unë po të tregoj drejtën. Gjithçka kisha menu që komendon të Kosovë, komendon mas lufte. Dhe për që quhet shqiptar me thonë veti, i thët njerëzve se jashimet e kadris venin e kanë ato, nuk kisha besu që ka. Mo qu shqiptari me thonë venin e kanë mi dërzu pe hogër në Beograd, ata dhe që atje kanë venin. Kur s'kisha besu. Po shëlla se shqiptash. Gjelozia o linë e bashkë me njërin. Friga, gjelozia, edhe një e lindin bashkë. Po shumë a mërmenja që do trimnia. Hashimi, Kadria kanë linë trima, se në bo trima masanej. Ata kanë linë trima dhe kanë me vazhdu me trimrin e tyre dhe sa të janë gjallë. Asë një krem ushtria shqiptare e Kosovës nuk e ka bu. Ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka dalë morë territor të ujnë kërkon. Ushtria shqiptare e Kosovës jemi organizu e kemë mbrojt venin tonë. Atëherë, edhe sot, me qenë e uja. S'kem ku shkojmë na. Qarë Kosova që kemi ndru ne. Ne mas pori s'kemi ndru se kena më vranë luft. Po mas e kry lufta, a shpëtum ne, e kem po një Kosovë tjetër me sytunin. Kem po një Kosovë që kemi qenë luft të organizun, që kemi qenë luft dashtën me zveti, që kemi qenë luft, o vla, ku je, oj motër, ku je, kështu kemi ndu në Kosovën. Që me avu, mirë, të këqia të këti veni, tash kur erë Albin Kurti kryeministër. Kjo është katastrofa për këtë vend. Kjo mjerimi që jetojmë ne në këtë vend. Mjerimi që ne jetojmë këtë vend. Me njerëz cilë ata janë me të vërtet kriminal. Ata janë kriminal. Ata kanë grup kriminal. Jo ushtria shqiptare e Kosovës. Ata kanë dëmtu pronën e shtetit, ata kanë dëmtu policinë e Kosovës, ata kanë lëndu policë tonë, ata s'kanë lëbër gjë ka bu. Ata jenë gëzullë, kanë duar të rëkit kur ka shku Hashimi e Kadria Lavë. Ma vonë historia ka me të regu që kanë bukë ta njerës kundër tyre. Se gjithë shka delë këtë tjetë, kur gjëmë shef në kjetë. Albini, me grupin e ti kriminal, cilët i ka thashën që publikisht, i tha me dhone publikisht, e dim gjenezën e ti. E unë Hashimi e thëmë këto lirisht. Megjithatë, derisa flet për kryeministrin Kurti, Arifi zgjedh të kritikoj dikur kundërshtarin politik të shokut të tij të luftës. Albinit jem kujtu një natë, 2 vjetë që është kryeministër, vesh një punë të mirë me gjetë. Që ka bo. Bindu që asë një se gjeta. Asë një brehe që asë një. Amo asë një. Ta letën që ka dojnë. Pralla, demagogjit, sa dushke. Asë një të mirë. Këtë këqijat, këti veni, ka ndohë vësë jorkë. Pse nuk e di. A dim pse. Ushtria shqiptare e Kosovës, ushtarë të saktë, i ka pas një 13.000. Një 10.000 me armë, një 3.000 pa armë, edhe një 2-3.000 që ka punu punë që nështë asë i kena di thonë.
hajde po thojmë 15.000, hajde 16.000. Për 1.700.000 banorëve, 17.000 janë dikon sa përqen për I bjanë? 17.000 dikon 1%, ha? Për qëta. Për qëta përkon Albinin sot. Ata cilët as e kanë ndesh luftën, as nuk e dojnë luftën. Nuk e dojnë sepse ne ja kemi prish kumarin shumë. Shumë njerëzve ja kemi prish dashurin ndaj Serbisë e Jugosllavisë që kanë posë. Shumë kujnë ja kemi prish bizneset që kanë posë me ta. Shumë kujnë ja kena prish Këshillokun e Vllaznillokun e Vllaznin Bashkimin me ta. E ai është ai grupi I cilë thujnë Albinin e kam gjithçka. Mullet quhet dikush që thujmë ne ndrenis, marom në një njëri pe loqi. Dhe të ma vërtet kanë, dhe të ma dokumentan. Në të mirë që ka bu Albini për këtë vend, unë e përdërzona, ka mirë, ki edhe vazhda. Popullës do të me dërmor koqë. Na jem popull cilët e meritojmë këtë jekë. Na jem popull cilët e meritojmë këtë vujtje. Na jem popull që meritojmë këtë ikje të rinisë në botën e jashtme. Na këtu I meritojmë kretë. Me ditën që ka shku Hashim Thaçi dhe Kadri Veselin halë, edhe ne s'kemi ndërmor kurrë si popull, ato dihet çka meritojmë ne si popull. Ne si jem kërka. Kush me vesh është majtori kryesor Xheri ka apelan Kosovën në bujik për grafisë për shëndet? Mas pore është çka me thonë triu sot mundon në Kosovë. 2 djemi kam, 2 janë 3. Kum investu shumë punë ka ato këto. E shah jetën e tyre. Çka do me thonë triu të në alën Kosovë? Çka po shëmin këtë vend? Çka? Punësohet, e kryen fakultetin, po qëllë po punësaj ka, me gjësës punësohet ish, po qëllë po punësaj ka. 3-400 euro rrogë me që jetën aj. Me 3-400 euro rrogë një ri sot në gudzëm me mendu me kriju familje. 2 burë gru me punu, edhe ushtimi a dalë me jetu në Prishtinë. Për shembull. Qka e riu, qa para shekta? Gjerata jam, okej. Unë kom hjek për bukë, bre. Unë kom desh të luft me dek uni. 5 dit s'kom shtirët në metit në goj, 5 dit. 81 kilo e mi luft, 58 më dorë për lufte. Veç pa hongër, kur gjë tjetër. Po ta shuj lufta, bre. Qa do me thonë një triu të me jetu në Kosovë, pse? Çfarë këshillë ja u këshillon gjithë atyre, qoftë rinisë, qoftë neve këtu që jemi rezultat? Ne në Kosovë kemi dy gjëra të cilat me të vërtet do të me na mundu. Një emigrimi që po dolin jashtë rinia krejt, edhe 2 që këto se merë kërkush për bazë su do këta zgjo, e cila mu më nënë shumë, është kë migrimi brendshëm që bëhet për fshatra në qytete. Kjo është u bëshatisën fshatrat. Ecën krejt në qytete. Na jemi me të vërtet shumë popullë që dhe që jemi bon, se s'kam I qenë kështu, për jemi bon. Kem dërtim në Kosovë, Marramencë. Në kohë banojët I kem 7-8 dhoma, bre. Si një Drenica Sarifi nga Likoci nuk mund të lë pa përmendur edhe situatën e fundit që përballën bashkëqytetarët e tij, të cilëve ju dëmtuan shtëpit nga vërshimet. Fshati Llaushe ka bon një vizitë me kryetarin. O hiq më s'na ndihmon, bre. O kërkush më s'na ndihmon. Hiq bes po dojmë me na ndihmu. As më s'na jep, as më s'na basë, na ndërnic jemi mësu me jetu. Edhe me kushte trona, edhe me kushte jo të mira,
Edhe s'është gole breq, por në nënçmimi, racizmi, cilën e kumë përcjellë gjatë kësaj jave, kundër Drenicës, kjo është e pa tolerueshme, kjo është e pa përballueshme. Qyrë bre quhet shqiptarë me thonë vete, me thonë Drenica e lenë rritë lëq, leni bre lëq atje ku janë. Ku e kini Sami babën që i theshe tash ju mur ujë. Po qyrë bre për një katastrofë që vje prej Zoti. Mu me shprej njerëz racizmin që kanë kundër Drenicës. Këto janë gjëra cilat të më mundojnë mu. Se Asibi Pishman, pse kanë luftu? Jonë, pas një shtorësh lishimtarë të Kosovës, në kështë Pishman, pse kanë luftu? Edhe me shkun hava, edhe mos me dalë kur për ujtë, edhe me vraton, edhe me në vraton, kanë jo, me gjithë se po vashnuhet lista veteranëve të QK-s, për ditë po shkanë kanë jo, për ditë po vdesin, për ditë po shkujnë, për ditë po zvëgliohen, edhe në ajë ditë, dorano ju të rritë dhe pak së dhe një 20 vjetë mas shumë të asë njësë këni pas veteran, heq. Dorano është 20 vjetë ka pak.